Përshëndetje të gjithëve dhe shumë faleminderit që keni ardhur në këtë dëgjes publike në njësinë numër 2 të Tiranës. Ashtu sikur se e dini, ne kemi nisur një cikël dëgjesash me komunitetin kudo në Tiranë për të diskutuar për hallet, për shqetësimet, për sfidat e të sotmes, por dhe ato që do të ndodhë në Tiranën e nesërmes. Sepse ne jo vetëm që çdo ditë punës sonë kemi të lidhur me njerëzit, për t'i përmbajtur të gjitha ato zotime dhe angazhimet tona, por sepse sot më shumë se kur ka nevojë që ne të diskutojmë për ato cilat lidhen direkt me të ardhmen e çdo fëmije, e çdo banori, e çdo familje për Tiranën, por edhe për Shqipërinë. Dhe buxheti që diskutojmë i vitit të ardhshëm dhe që do ta ndajmë këtu së bashku, qoftë ai i qeverisë edhe ai i bashkisë, ka në fokus mirëqenien e njerëzve, mirëqenien për çdo familje, mbështetjen për ata më shumë në nevojë. Dhe mbi të gjitha është ky buxhet i cili i përmbahet angazhimeve të programit qeverisës Partisë Socialiste në të gjitha ato komponent të buxhetit që ne do t'i prezantojmë përpara jush. Kryefjala e këtij buxheti 2026 është pensionet. Mbështetja për pensionistët përmes një mbështetje direkte të njëtrajtshme që fillon nga janari dhe nuk ndalet deri në përfundim të mandatit për të mundësuar rritjen e pensioneve, duke vënë në dispozicion në këto 4 vite 1.7 miliard euro. Ndërkohë që rritja e pagave do të vijojë, jo vetëm përmes indeksimit, por edhe përmes rritjes konsekutive të pagës minimale, e gjithashtu mbështetjes me pagë për ata të cilët janë profesionistët tanë, mësuesit, infermierët, mjekët dhe gjithashtu dhe administrata publike në funksion të një qëllimit vetëm, më shumë shërbime për njerëzit, më shumë shërbime cilësore për qytetarët dhe më shumë investime në funksion të familjeve në të gjithë vendin. E sigurisht këtu në njësinë 2, njësi e cila ka qenë përfituese investimeve të mëdha të qeverisë, por edhe të bashkisë, ne kemi shumë për të ndarë së bashku. Për ato që kemi bërë patjetër, por edhe për ato që ne do të bëjmë në të ardhmen, 2026 në vim. Dhe ndërsa të gjithë prioritetet e bashkisë do t'i shpjegoj Anuela pak më pas, unë dua të ndalem tek ajo që është edhe puna jone përbashkët që vjen edhe si kërkesë juaja, e që lidhet patjetër me angazhimin ton për t'u përballur sfidave të një qyteti që rritet, të një qyteti i cili ecën me ritmin e kohës, me hapjen e kohës, me investimet e duhura, duke nisur me investimet në çerë dhe kopshte shkolla, në infrastrukturë publike, në ndriçim rrugor, deri tek investimet që i përkasin çështjeve më sfiduese sot në Tiranë, që lidhen me parkimet, që lidhen me trafikun, me transportin publik, për cilat ne kemi një plan detajuar dhe me mbështetjen e qeverisë ne do të arrijmë që t'i përmirësojmë këto shërbime. Ashtu sikur se thash, qerdet, kopshtet, shkollat edhe për njësinë 2 kanë qenë prioritet. Sot situata është shumë më mirë se dje, por besoni, nesër do të jetë shumë më mirë se sot, pikërisht fal angazhimeve, pikërisht fal një shpërndarje të drejtë të buxhetit të ardhurave në çdo sektor. Dhe jam e bindur që shumë lehtësi do të kemi për sa i përket parkimeve dhe në njësinë 2. Po përmbyllet parkimi në sheshin Avni Rustemi, do të hapen investime të reja përmes fondit zhvillimit në parkimin sheshin Nën Tereza apo edhe në veri Tyrjes Liçenit. Gjithashtu do të kemi një shkollë të re që do të ndërtohet në Saukun e Ri, një tjetër kërkesë e komunitetit dhe nevojë padyshim e Tiranës dhe njësisë 2, dhe plot investime tjera në sheshe, në lagje për të krijuar mjedise sa më të mira për komunitetin dhe patjetër për ta bërë jetën sa më cilësore në komunitet. Nuk dua të zgjatem shumë, dua t'ia kaloj fjalën Anuelës për vijimin e
prioriteteve të buxhetit 2026 për njësinë 2 dhe sigurisht edhe prioritetet kyçe për Tiranën për vitin 2026. Faleminderit gjithëve për vëmendje. Faleminderit Gerta, mirëmbrëma të gjithëve. Është shumë kënaqësi që jemi këtu në njësinë 2, sepse jo vetëm ka pasur zhvillime shumë të mëdha gjatë gjithë këtyre viteve, sidomos nëpër shkolla, dua të përmend këtu shkollat e reja, jo vetëm shkollat që janë ndërtuar ishtazi si Bashki Fino, edhe të tjera rehabilitime shkolla si ajo që jemi këtu sot, por edhe punën që është bërë përreth tyre, qoftë me programet që bëjmë jashtë orarëve të shkollës, qoftë edhe me rehabilitimin e rrugëve. Një kryqëzim ai ku jemi këtu sot në shkollës Kosova është një kryqëzim i sigurt, që fëmijët jo vetëm të kenë mundësi që të ecin atëherë kur mundet të ecin, por edhe ardhja dhe ikja nga shkolla të jetë një proces me sa më pak stres edhe me sa më shumë lëvizje të shëndetshme. Unë nuk doja të hapem shumë mbi logjikën e buxhetit, sepse ajo që intereson juve është posaçërisht çfarë bëhet në komunitetin tuaj dhe për nevojat tuaja. Ndaj dua të përmend vetëm ca ndërhyrje specifike që kemi mbi projekte të gatshme. Për rrugët që do të përmendja rrugë të cilat kanë një projekt dhe do të ndërtohet në mënyrë kapilare, jo vetëm në rehabilitimin e rrugës, pra në shtrat, por edhe në gjithë instalimet që bëhen elektrike, të ujrave, të ujrave të kullimit, të pusetave dhe çdo instalim tjetër që pastaj do të ketë nevojë që kur të ketë zhvillime të reja në atë rrugë, të mos bëhet rishtazi çarja e saj, por çdo sistem të jetë përsëritshëm dhe të bëhet një herë mbar, siç themi ne, një herë mirë. Kështu që për njësinë 2, rruga Pjetër Budi, e cila ka qenë shumë e kërkuar nga ju, do të ketë një rehabilitim të plot, për të cilën ka një projekt edhe ka një ndërhyrje që nga ujësjellësi dhe kanalizime dhe gjitha kanalet kulluse, deri patjetër edhe në gjitha shtresat e saj dhe në trotuaret në hapësirat ku lejohet. Do të jetë rehabilitim plot i rrugëve Hamide Dalipi, Ismail Flosi dhe degëzimeve të tyre, ku është rekonstruksioni i plot i shtresave rrugore, ndërtimi i trotuarve, rrjeteve të ndara, të urave të bardha, urave të zeza dhe siç e thash, i gjithë investimi i plot i rrugës. Rikualifikimi i bllokut urban Tre Vëllezrit Kondi, rruga Elbasanit, Hakisheu, Kol Kamsi, për ndërtimin e rrjeteve të kanalizimit, vendosjen e sinjalestikës, linjat rezervë non toksore, siç u thash, që mos çahet rruga sa herë që duhet vendoset një kabull, dhe përmirësimi i zonës duke krijuar një mjedis të sigurt dhe kalime të sigurta për këmbësorët. Di që ka shumë nevoja se sa rrugët që ju përmenda për sa i përket rehabilitimeve, ne i kemi klasifikuar ato si 2 lloj ndërhyrjesh. E para është ajo e rrugëve të cilat kanë një projekt, si këto që ju thash, ku projekti përfshin jo vetëm rehabilitimin e rrugës dhe të territorit, por edhe ndërtim të pajisjeve të tjera të elementeve të rrugës për t'i qenë në funksion jo vetëm mjeteve të cilat kanë stres për të kaluar, por edhe këmbësorëve, edhe atyre që vendosin të lëvizin me biçikletë. Rekonstruksioni plot i rrugës Idris Dollaku, ku projekti përfshin ndërtimin e rrjeteve, sinjalistikën, kalimin nën tokë të linjave të telekomunikacionit dhe ndërhyrja do të lehtësoj shumë qarkullimin në atë zonë. Disa nga projektet të cilat e përfshin njësinë 2, po që nuk janë specifikisht vetëm për njësinë 2, është një projekt shumë i madh që ne kemi për ndërtimin e qendrës së fëmijëve me aftësi ndryshe, i cili do të jetë jo vetëm një qendër e rëndësishme për njësinë 2, por për të gjithë qytetin e Tiranës, në cilin jemi në fazë projekti dhe konkursi dhe si vend ndodhet diku aty pranë ambasadës amerikane, pranë rrugës Budi, i cili është gjithashtu një shtesë shumë e rëndësishme për qytetin. Parkimet në toksori përmendi pak Gerta, po unë kam 2 lajme të mira për 2 parkime të reja në toksore që i përkasin njësës 2, të cilat kanë të bëjnë me parkun e liçenit, njëri është nga hyrja veriore, ajo që është sheshi Frederik Chopin, që nuk do të shërbej vetëm si parkim për mjetet edhe për vizitorët e parkut, por do të ketë mundësi akomodimit dhe të autobusëve të turistëve që të mos ndërlikohet infrastruktura përreth parkut, dhe po ashtu planifikimi i dytë i parkimit toksor është ai hyrjes jugore, pra aty ku është parku i lorave të Tikës, zona që quhet e Tikës ndryshe, i cili gjithashtu do të ketë mundësi që të akomodoj rreth 150 mjete për gjithë ata që duan të shërbejnë parkut dhe për të mos ngarkuar infrastrukturën e banorëve aty pranë. Disa rehabilitime të strukturës rrugore, që nuk janë projekte mirëfilli si ato që shpjegova pak më përpara, por që janë ndërhyrje në riparime, dhe cilat janë të herpasershme, janë ato të disa prej rrugëve Fuat Optani, Kadri Roshi, Demir Zyko, dhe të tjera ku ndërtohet trotuari në hapësirat ku e lejon, dhe që ka kalime posaçërisht për këmbësorët, jo vetëm për mjetet.
Një rikualifikim bloku I cili ka qenë shumë I kërkuar dhe prej shumë vitesh ka qarkulluar nga një buxhet në tjetër, ndërsa ka pasur një projekt specifik, është ai I bllokut Mjal Grameno, Todi Shkurti dhe Zonja Cure, I cili jo vetëm përmirëson infrastrukturën, por ka dhe ndriçim të mirë dhe shfrytëzim më të mirë të hapësirave publike për të cilat jemi fokusuar kaq shumë. Dhe së bashku me përfundimin e ndërtimit të parkimit tek Kafni Rostemi, do të ketë rehabilitim të gjitha fasadeve dhe të gjithë infrastrukturës rrugore përreth. Ka disa kërkesa që kanë ardhur nga njësia 2, të cilat në buxhet janë reflektuar nëpërmjet hapësirave që kemi dhënë për studime dhe për projektime të rrugëve. Se siç e thash, nuk është vetëm çështja e riparimit, por në momentin që ndërhyjmë në një rrugë është mirë që t'i bëjmë të gjitha instalimet për së mbari, që të mos rindërhyjmë aty brenda një afati të shkurtër dhe pastaj ti shkaktojmë edhe pak kënaqësi komunitetit edhe qarkullimit. Për çdo gjë tjetër, më presim komente dhe kërkesa edhe do të jetë në vazhdim sepse buxheti është dinamik dhe për çdo gjë që do të duhet në dispozicion. Faleminderit shumë, fjalën për kryeministrin. Mirë mbrëma, faleminderit që jeni këtu. Është kënaqësi edhe pse në një farë mënyre është një ushtrim që ne bëjmë edhe si rezultat një situate që e dini shumë mirë edhe që është një situatë disi e imponuar nga rrethana që nuk varen për nesh, por gjithsesi është e domosdoshme që secili dhe secila të bëjnë ato që duhet brenda mundësive dhe pozicioneve që kanë, që gjërat në Bashkinë e Tiranës të shkojnë sa më mirë. Nga ana tjetër, më vjen mirë sepse na jep mundësia sot gjatë këtyre ditëve që duke folur për buxhetin e Tiranës të përfitojmë nga rasti që të flasim edhe për buxhetin kombëtar, ku më në fund kemi vendosur atë që kemi dashur të bëjmë prej kohësh, por na është dashur kohë për të mundur ta bëjmë rritjen e mbështetjes reale, një rritje reale të mbështetjes për pensionistët, që faktikisht do të zënë pjesën kryesore në financimin e shtetit në këtë mandat 4, ku mbështetja ekstra për pensionet do të shkojë në shifrën 1.7 miliard euro. 1.7 miliard euro, të cilat janë të ndara në 4 vite, janë të përcaktuara në buxhetin afatmesëm të qeverisë dhe janë qoftë për pjesën që do të na mundsojë realizimin e objektivit të shpallur lidhur me ku duam të çojmë pensionin mesatar në kategorinë e pensionit plot urban dhe pensionin minimal në kategorinë e pensionit rural. Dhe ky moment është një moment që faktikisht e përmbush atë që ka qenë ambicia jon kryesore, që rritja e vazhdueshme ekonomike, besoj e dëgjuat edhe qëndrimin më të freskët të Fondit Monetar Ndërkombëtar që u shpreh me nota shumë pozitive për ekonominë dhe për ecurinë e ekonomisë shqiptare, të jetë një rritje e cila është gjithëpërfshirëse dhe prej të cilës përfitojnë gjithë. Dhe fakti që sot edhe pensionistët përfshihen në këtë ambicie dhe konkretisht
do të prekin këtë rritje ekonomike të vazhdueshme është një fakt që edhe mua personalisht më lehtëson lidhur me pensionistët, pasi shumë herë jam gjendur përpara detyrimit për të shpjeguar që po e kuptojmë shumë mirë, por do të na duhet akoma kohë. Tani jemi në kohën kur do ta materializojmë këtë objektiv, duke filluar nga buxheti i vitit 2026. Dhe në ndërkohë, për ta bërë të qartë, sepse çfarë nuk thuhet e çfarë nuk përflitet në ditët e sotme, ku 95% e gjërave që qarkullojnë janë të rreme, ose janë dhe më keq se të rreme, janë gjysmë të vërteta, që janë dhe gënjeshtra më të mëdha. Është thënë edhe që faktikisht vitin e ardhshëm ne do të shpërndajmë në muaj bonusin e këtij viti të ri. Kjo është tërësisht e pavërtet. Bonusi i fund vitit do të jepet eksaktësisht siç është dhënë edhe vitin e shkuar, duke filluar nga fillimi i muajit dhjetor, sepse është një bonus që i shkon pensionistëve për festat e fundvitit, ndërkohë që vitin e ardhshëm do të fillojmë nga janari që të rrisim mbështetjen për pensionistët, dhe rritja e çdo janari që vjen do të jetë dyfishi i janarit paraardhës. Pra në janar të 2027-ës do të jetë dyfishi i 2026-ës, në janar 2028-ës dyfishi 3 fishi i 2026-ës, dhe pastaj 4 fishi dhe në fund 5 fishi, për të arritur atë mbështetje që e kemi bërë publike dhe e kemi deklaruar gjatë fushatës. Në ndërkohë që tjetra që vlen të rishpjegohet është marrëdhënia e kësaj rritje me indeksimin. Kjo rritje nuk ka lidhje me indeksimin. Pra, nëse indeksimi është bërë në mënyrë të përvitshme, do të vazhdojë të bëhet në mënyrë të përvitshme. Dhe duke filluar me rritjen e mbështetjes për pensionistët muaj pas muaj, do të kemi po ashtu paralelisht dhe indeksimin për pensionet. Indeksimi për pensionet është një masë në vete në buxhetin e shtetit që parashihet që vit pas viti të arrijë në një shifër mesatare për afro 50 milion eurosh, vetëm indeksimi. Kështu që do të jetë plus. Po ashtu edhe paga minimale nga janari do të rritet, do të shkojë në 500 euro. Nuk do të jetë rritja e parë, do të jetë një rritje siç e kemi thënë përpara se sa të merrnim besimin dhe 83 mandate për të qeverisur për 4 vite të tjera, që brenda mandatit tonë të 4, paga minimale do të shkojë 700 euro. Do fillojmë në janar me 500 euro dhe vlen për sektorin publik, vlen dhe për sektorin privat, sepse kam dëgjuar shumë që të thuhet edhe që kjo është vetëm për administratën. Jo, kjo nuk është për administratën. Paga minimale përcaktohet në ligj, dhe ligji thotë që në Republikën e Shqipërisë nuk mund të ketë pagë nën 500 euro. Apo sa do të shkojë më pas hap pas hapi. Po ashtu do të rriten pagat edhe për të gjithë punonjësit, sepse rritja e pagës minimale kërkon që të bëhen përshkallëzime edhe mbi pagën minimale, kështu që do të rriten pagat e mësuesve, do të rriten pagat e mjekëve dhe infermierëve, do të rriten pagat e punonjësve të policisë, do të rriten pagat e ushtarakëve, do të rriten pagat e punonjësve të tjerë. Dhe siç e kemi parë
deri më sot do ta shohim përsëri që do të rriten pagat edhe në sektorin privat, eksaktësisht për të njëjtat arsye. Pavarësisht se pagat në sektorin privat nuk i rrit qeveria, i rrisin kompanitë, por ka ndodhur më parë dhe do të ndodh përsëri sepse paga minimale do t'i shty më lart pagat e tjera. Gjëja tjetër që dua të theksoj është që të gjitha këto do të bëhen pa prekur asnjë taks dhe pa rritur asnjë taks. Ne kemi marrë një zotim dhe do të qëndrojmë atij zotimi duke bërë në fakt që Shqipëria të jetë i vetmi vend në të gjithë rajonin tonë, se në Europë as nuk bëhet fjalë fare, se në Europë taksat janë ku e ku, por në të gjithë rajonin tonë i vetmi vend ku nuk ka tatim fitimi për biznesin e vogël, ose ku më saktë biznesi i vogël deri në vitin 2029 do ta ketë zero tatimin mbi fitimin dhe të vetmet kontribute që biznesi i vogël do të vazhdojë të paguajë janë kontributet për sigurinë shoqërore dhe sigurinë shëndetësore, ato nuk janë taksa, ato janë çka i takon çdo punonjësi për të siguruar shëndetin edhe për pensionin. Dhe nga ana tjetër, po ashtu ne do të bëjmë një hap shumë domethënës në drejtim të sipërmarrjes përmes pagjes fiskale. E kemi thënë dhe e kemi shpjeguar gjatë fushatës dhe e kemi aktualisht në projektin e ri të buxhetit dhe të paketës fiskale të 2026-ës, që do të thotë që të gjitha kompanive do t'ju ofrojmë mundësinë që të merren vesh me administratën tatimore për të përcaktuar në mënyrë të ndershme rritjen e të ardhurave dhe për të rënë dakord për tatimin që do të paguajnë mbi fitimin. Kjo do të thotë që kështu ata do të shmangin kontrollet, kështu do të vazhdojnë qetësisht punën pa pasur ngarkesa të tjera të natyrës burokratike dhe po ashtu edhe për sa i përket qeverisë do të jetë në gjendje të ketë një stabilitet në mbledhjen dhe në realizimin e të ardhurave që do t'i përgjigjet rritjes së ekonomisë dhe që do të sjellë patjetër edhe më shumë mundësi për të vazhduar për të investuar më shumë. Paralelisht edhe investimet do të rriten, investimet në infrastrukturë, investimet në shëndetësi, investimet në arsim edhe kështu me radhë. Projekti i buxhetit 2026 është një projekt i cili e shpreh në të gjithë arkitekturën e vet ato që thash në fillim. Rritjen e ekonomisë, qëndrueshmërinë e rritjes dhe rritjen e kapacitetit të vendit dhe të mundësive për të shpërndarë më shumë. Këto desha t'i nënvizoj, në ndërkohë që siç mbase e keni vënë re edhe në takimin e mëparshëm që kemi bërë në njësinë numër 5, ky është një dëgjes, kështu që do ju lutesha pa hezitim të merrni fjalën për të bërë pyetje, për të ngritur shqetësime, të cilat lidhen qoftë me buxhetin e Bashkisë Tiranës, qoftë me punën e qeverisë, edhe me çfarë do qoftë tjetër që juve mund të dëshironi të ngrini në këtë takim përbashkët. Shumë faleminderit. Përshëndetje, jam një banore njësisë 2 të Vila Gjermane dhe ju përshëndesim për këtë dëgjesë publike me banorët. Ne kërkojmë
si banor të njësisë 2 të rrugës Irfan Tërshana dhe Fat Optani, që përpos investimeve që kam bërë, të preket i qik dhe rruga Irfan Tërshana është një lagje me 400 familje, për rehabilitimin e rrugës me kanale kulluse dhe asfaltim, dhe gjithashtu kemi një kanal që derdhen ujrat e zeza të është shprua në fakt, ajo është mbyllur gjysma nga vetë banorët dhe gjysma është e hapur që mba një erë shumë të keqe dhe me një shi të rëmbyer del në për shtëpi. Ju faleminderit. Mirëmbrëma, këtë problem që ju ngritët ne e njohim, është një investim që ka filluar në rrugën Fuat Toptani. Në studim projektimet që kemi për këtë vit, do të përfshim dhe rrugicën që ju thatë, janë dhe disa rrugë të tjera që lidhen me këtë investim që kemi. Gjithashtu do të koordinojmë dhe me investimet që ka shoqëria Ujësjes Kanalizime për të bërë në atë zonë, sepse, si që tha dhe ju, problemi më i madh vjen nga Ujësjes Kanalizimet. Unë në cilësinë e nënkryetarit që mbuloj punë publike, po dhe si banori njësisë, e di këtë situatë, di dhe disa situata të tjera që janë problematike në njësinë 2. Ne duhet të themi vim nga një vit pak i vështirë dhe me thënë drejtën ka patur stepje në investime gjatë këtij viti për disa situata që kanë ndodhur. Në viti që vjen ne do të hapim një fushë të gjerë të studim projektimeve dhe do të mund t'i përfshim të gjitha problemet që ka njësia 2, në fakt të gjitha problemet që ekzistojnë në Tiranë, të shohim se deri ku do të arrijmë, por për njësinë 2 ka vërtet projekte ambicioze. Ndoshta do edhe një pyetje më vonë dhe për transportin dhe për parkimin, përveç parkimeve, 2 parkimeve që cilësoj Anuela, kemi dhe një parkim tjetër që bëhet në sheshin Nën Tereza, cila i përket po njësisë 2. Ky parkim bëhet në bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit, meqense kemi të bëjmë me një shesh i cili është shumë i rëndësishëm për qytetin, projekti që është paraqitur po rishikohet dhe shumë shpejt do të fillojmë punimet dhe aty. Dhe mendoj që kjo do të zgjidhë një pjesë të mirë të problemet parkimit dhe në zonën në njësinë 2. Faleminderit. Përshëndetje zoti kryeministër dhe kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, me gjithë stafin. Është një falënderim që në dëgjes. Unë jam një ndërlisi i komunitetit aty afër depos ujit, por gjithë punët e bina që janë bërë të nuk diskutohet, që janë kush ka sy vesh, shifen. Dikur kemi kërkuar timonin. E morëm timonin, morëm edhe të mësimit, tash kemi marrë autobusin me 83 pasagjerë mrena, i morëm me vete. Por, unë do të ngrej ca probleme që i kemi mëzorë. Tash u tha që rruga Budi është hapë në duke tendre dhe është një sinjal shumë i mirë për zonën tonë, sepse zgjidh problemin edhe transportit. Parasysh se me transportin kemi shumë problem të linjës autobusave që vetëm dalish të precish një herë në orë për marrë nga Çollakët me zbrit në qendër Tiranës. Por shqetësimi tjetër është sepse në bëhet rruga Budi, po bëhet edhe rruga Fuat Toptani, inshallah po bëhet me gjitha parametrat, po të shikohet mundësia për kapilarët mrenda lagjes. Rrugët mrenda lagjes janë cop-cop. Dhe për atë shikohet mundësia për këto ndërhyrjet mes lagjes. Kemi një problem të madh si zonë, dytë që ta një gjoni dhe juve, kemi një kolektor që lidh depon e ujit me rrugën Gramos Pashko, rreth 2,5 km, aty shkarkojnë rreth 6.000 banor, ujërat e zeza derdhen për jashtë në sipërfaqe. Ujërat e zeza sot derdhen në sipërfaqe, mirë është të shifet. Një problem që e kemi ngrit edhe ka herë, ka atë kohë që të kemi një qerdhe dhe i kopësht, ngarkesë shumë e madhe. Janë bon qerdhe, kopshte, po shkon atje ka ngarkesë shumë të madhe, pra ne kemi shumë domosdoshme për një objekt qerdhe dhe kopësht. Janë 2 hapësira publike, janë privatit ato, por shteti, po të vej dorë, do zgjidhet problemi.
Tash i për tjerat s'kam që them. Suksese për gjithë shka, inshallah. Atëherë, i nderuar dhe për këtë zonën tuaj, ne do të kemi një projekt në vazhdim. Në lidhje me kolektorin që është shqetësim shumë i madh, ne do të koordinohemi me drejtorinë, me shoqërinë Ushtrisë Kanalizimeve. Kjo shoqëri është në prag të një reformimi, sepse është në prag të përthithjes brenda Agjencisë Përgjithshme të Ushtrisë Kanalizimeve. Është një reformë të cilën po e bëjmë me kujdes që të mos ketë kosto si për shoqërinë ashtu edhe për banorët. Në këtë moment nuk mund të them diçka për të kolektor, por në ditët në vijim do të konsultohemi me shoqërinë Ushtrisë Kanalizime për t'ju dhënë një përgjigje. Ndërsa për sa i përket rrugëve kapilare që lidhen me rrugët e depozit, ne do t'i përfshijmë në studimin e vitit 2026 dhe në momentin që do kemi një projekt, bashkia ka fond, ka buxhet, se si thash vim nga një vit pak i vështirë në investime dhe ne mund ta përfshijmë në investimet e vitit që vjen. Do të kujdesemi që në rrugët kapilare të kemi her pas here në rrugë parkim për rezident dhe në hapësirat midis lagjeve të mund të përfshijmë edhe kënde lojrash, ndoshta edhe terene sportive. Për sa i përket çerë dhe kopshte, dihet që në Tiranë është një problem i madh me gjetjen e trojeve publike. Është një gjë që do duhet ta studiojmë dhe do t'ju japim shpjegim më vonë. Faleminderit. Desha të shtoj diçka lidhur me atë që u tha për qerët dhe për kopshtet, sepse është shumë e rëndësishme. Desha të them që problemi është e para për shkak se rritet popullsia në Tiranë, rritet nevoja dhe natyrisht që nevoja rritet më shpejt se sa rriten mundësit. Dhe dyta tek mundësit, problemi kryesor është çështja e hapësirave pronë shtet. Hapësirat publike janë, thatë ju, por janë private. Ne fatmirësisht më në fund, mbas një përpjekje 10 vjeçare, po arrim të imponojmë hapësirën publike si një hapësirë ku pavarësisht titullit pronësisë nuk mundet dot të zaptohet, nuk mundet dot të rrethohet, nuk mundet dot të përdoret për aktivitete të tjera të natyrës, për shembull rritje baktish në qytet, sepse deri kur ka një leje për ta shfrytzuar, ajo hapësirë është një hapësirë në dispozicion të komunitetit. E dyta, kemi arritur edhe diçka tjetër që e kemi sankcionuar në ligj, që kur bëhet një ndërtim në një pronë, flasim këtu për ndërtim banesash, apartamentesh, nuk flasim për një ndërtim të një shtëpie private. Pra kur bën një ndërtim dhe pronarët bëjnë një marrëveshje me një ndërtues, gjithçka që është rreth ndërtimit nuk është më as e pronarit, as e ndërtuesit. Është e komunitetit. Dhe kështu duhet ishte në fakt prej kohësh, por të dyja këto probleme të trashëguara nuk janë zgjidhur më parë dhe edhe sot e gjithë ditën hasin në vështirësi për shkak të ignorancës dhe të korruptimit të gjykatësve. Njëra nga dyja ose të dyja bashk, po njëra nga dyja me siguri, sepse duhet jesh o ignorant ose i korruptuar që t'ja mohosh komuniteteve të drejtën që të kenë hapësirat e tyre, duke i njohur atyre që qoftë edhe kur e kanë pronën e tyre, ndërtojnë aty për të zhvilluar një aktivitet pa leje,
një të drejtë që s'ju takon që t'jetojnë në kurriz të komunitetit. Unë e di shumë mirë që nuk është normale që kryeministri apo cili do qoftë funksionar i lartë publik të tregoj me gisht një gjykatës duke i treguar fotografin dhe duke i thënë që ka bërë një akt armiqësor ndaj komunitetit. Por ama për mua shumë e rëndësishme që të gjitha ta të cilët ankohen me të drejtë në një komunitet caktuar, sepse dikush ka ndërtuar aty një lokal që i zë rrugën edhe për të dalë nga shtëpia, edhe duhet kalojnë nëpërmes lokalit për të dalë në anën tjetër, fëmijët për të shkuar në shkollë, pensionistët për të dalë për të marrë frymë, të mendoj që ai lokali atje nuk prishet sepse nuk do X-i, nuk do Y-i, apo se është korruptuar inspektoriati për katës, kur në fakt e vërteta është që ai lokali atje nuk prishet sepse gjykatësi X apo gjykatësi Y i kanë dhënë të drejtën të rrijë atje dhe të vazhdojë të bëjë biznes në kurriz të komunitetit. Në një hapësirë që mund të jetë prona e tij private e përsëris, por që ai s'ka të drejtë. Nuk ka të drejtë ta shfrytëzojë nëse s'ka një leje ndërtimi, jo nga ato pseudo lejet që i përdorin nganjëherë që i ka lëshuar njësia administrative ose bashkia për pseudo punimet përkohshme, që janë farsa të cilat duhet marrin përgjigje në gjyq. Kemi pasur disa raste, më vjen mirë që tani gjykatësit janë më të përmbajtur, por kjo është e vërteta që unë duhet ta ndaj me ju. Dhe natyrisht, nëse ne duam të ndërtojmë një shkollë, apo do të ndërtojmë një kopësht, apo do të ndërtojmë një çerdhe, aty ku hapësira është e lirë, po prona është private, atëherë do duhet ta shpronësojmë. Nuk mund t'ja marrim, t'ja përdorim pronën dikujt tjetër pa e shpronësuar, po për sa kohë ajo pronë është e lirë dhe nuk ka leje ndërtimi, ne kemi të drejtë ta gjelbrojmë, kemi të drejtë ta vendosim në dispozicion të komunitetit, se ka dhe një gjë tjetër, nuk mund t'jetë prona e pa sistemuar aty me që është pronë private, për sa kohë është hapësirë publike. Në momentin kur ai pronari merr një leje X për të bërë diçka, është e drejta e tij të bëjë çfarë doj. Po deri atëherë, dhe këto gjëra nuk duhet kishin ekzistuar, por ja që u deshën shumë kohë që të imponoheshin, siç po imponojmë sot. Dje e mora e pash në raportin e inspektoriatit që është arritur dje shifra 100.000 metra katror të liruara në Tiranë nga zaptusit. Dhe janë 100.000 metra katror ku po bëhen projektet përkatëse për t'i rikthyer ose për t'i kthyer nëse s'kan qenë ndonjëherë në hapësira në dispozicion të komunitetit, ku komuniteti do të mund të ketë mundësi të marrë frymë, të nxjerrë fëmijët, të kaloj kohën e lirë, apo qoftë edhe të marrë thjesht të mos ketë pengesa për të jetuar normalisht. Dhe po bëj Bashkia e Tiranës, po i bën projektet në bashkëpunim dhe me mbështetjen e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. Kemi angazhuar gjithë arkitektët e huaj dhe vendas që janë ofruar pa para për të bërë një kontribut për komunitetin. Dhe që ta mbyll këtë ndërhyrje për sa i përket çerdheve, kopshte, shkolla, ka dhe dy elemente të tjerë që duhet i dini. Kemi ndërtuar një qasje tjetër ndaj ndërtuesve. E para, kemi vendosur një kusht që është i shkruar në ligj tani më, që sipas metrave katror që marrin leje të ndërtojnë, ndërtuesi duhet kontribuojnë me pemë. Dhe sa më shumë metra katror të marrin për të ndërtuar, aq më shumë pemë duhet t'ia vënë në dispozicion qytetit.
Kjo është e para dhe e dyta, hapësirat, kemi krijuar hapësira të reja në marrëdhëniet me ndërtuesit, qoftë për ndërtimin ose vënin dispozicion të hapësirave për kopshte dhe qerdhe, qoftë edhe për strehimin e përballueshëm. Jo, nuk flas këtu thjesht për strehimin social, i cili lidhet me familjet më të kputura, siç i themi ne shqip, por flas edhe për strehimin e përballueshëm. Flas për strehimin për çiftet e reja, flas për strehimin për profesionistët e rinj, flas për strehimin për ushtarakët, flas për strehimin për punonjësit e sigurisë, flas për strehimin për njerëzit të cilët punojnë, por që e kanë të pamundur të mendojnë se mund të marrin një shtëpi me çmimet ekzistuese. Dhe kjo do të jetë një politikë, siç e kemi thënë edhe gjatë fushatës, do të jetë një politikë e re që ne do të bëjmë në funksion të strehimit. Sepse është kollaj të flasësh edhe të thuash që shiko se sa shtrenjtë është të blesh një shtëpi etj, por spari ky është një problem në të gjithë Europën. Në të gjithë Europën sot ka një krizë të madhe për sa i përket sigurimit të strehimit për njerëzit që jetojnë me paga. Dhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme të kihet parasysh që edhe për këtë politikë është dashur kohë që të krijojmë mundësitë. Nuk kemi më ne nevojë të kthehemi mbrapa dhe të bëjmë krahasime, jam shumë dakord me këtë, sepse tani më Shqipëria është një vend tjetër komplet, nuk është vendi që ishte kur ne morëm detyrën, dhe nuk dua të bëj krahasime me ku ishim, por dua të them që pikërisht sepse sot ekonomia përgjigjet pozitivisht si pasojë ose si rrjedhojë e reformave që kemi bërë, kemi mundësinë të shohim më tutje. Për shembull, le të marrim spitalin onkologjik. Patjetër që ajo që ndodhi në spitalin onkologjik ishte diçka tronditse dhe revoltuese, nuk diskutohet. Por ama transformimi bërë në spitalin onkologjik është i jashtëzakonshëm për sa i përket infrastrukturës. Aty ku dobësia e madhe ka krijoi edhe hapësirë për atë ngjarje skandaloze që pam të gjithë, është tek pamundësia për të ofruar në spitalin onkologjik barnat për të gjitha nevojat. Janë barna shumë të shtrenjta, të cilat duhet të përmbushin nevoja që shkojnë duke u rritur, sepse kanceri jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën dhe prandaj edhe në Shqipëri, jo për një arsye specifike për Shqipërinë, po bëhet një sëmundje gjithmonë më e përhapur. Dhe në buxhetin e vitit 2026, ne kemi vendosur për herë të parë një fond të posaçëm për të përballuar të gjitha nevojat për barnat për kancerin. Që do të thotë që njerëzit tanë të cilët shkojnë atje të mos kenë mungesë, dhe nga ajo mungesa pastaj të mos mund të përfitojë askush, siç ndodhi në atë situatë që ishte vërtet ama nuk kemi dashur ne që të mbulojmë gjithë barnat më përpara? Nuk kemi dashur ne që t'i rrisim pensionet më përpara? Nuk kemi dashur ne që t'i bëjmë më përpara shumë nga gjërat që po bëhen sot? Patjetër që kemi dashur, por nuk ka qenë mundësia. Sot pse është mundësia? Sepse është rritur ekonomia dhe rritet ekonomia, rriten të ardhurat. Dhe rriten të ardhurat, forcohen institucionet dhe zgjerohen institucionet dhe
zgjerohen dijet dhe zgjerohen edhe mjetet për të krijuar të ardhura. U zgjata pak, po besoj që mbulova një pjesë të gjërave që duhen thënë në këtë moment. Kush e do fjalën? Po jepe pak zonjës aty, pastaj djalit. Ose jepe djalit që ke afër. Zonjë, një sekondë, me që është afër djalit. Mirëmbrëma të gjithëve. Jam Netmi Shaba, banori Saukut Lart, Lagjere. Atëherë nesër organizat 1738 kishim dy kërkesa, që do thotë, siç se tuat edhe ju më përpara, një hapje shkolle, e para dhe e dyta, rruga Selim Jegeni, që çdo ditë kalojnë mbi 450 nxënës, është me të vërtet e mjerueshme, që do thotë nxënësit kalojnë në mbi ujërat e zeza, edhe është skandaloze. Faleminderit, kaq kisha. Po, do t'ja jap prap fjalën Ilirit që është në pozicionin e kryetarit që mbulon infrastrukturën, se unë e kam lënë Bashkinë e Tiranës 2011 nëse të kujtohet ty, kështu që nuk jam shumë në gjendje që të mund, jo jam shumë, po jam fare në gjendje të flas për këto segmente, por kam parë disa situata se edhe mi çojnë njerëzit në këtë periudhë që bëhet fjalë edhe për, nuk e di rastin konkret, por bëhet fjalë për blloqet e reja që krijohen, bëhet fjalë për zona që janë aty mbasi janë bërë ndërtimet, njerëzit janë futur në ndërtesa dhe infrastruktura nuk është në po atë nivel që janë banesat, dhe ky është një problem më vete për Bashkinë e Tiranës, sepse ka shumë zhvillim, ka shumë ndërtime të reja, por infrastruktura që duhet vi nga pas do kohën e vetë, kështu që Ilir, për rastin konkret. Shqetësimi është shumë i drejtë për sa kohë flitet për një shkollë dhe për fëmijët, është shumë e rëndësishme edhe për Bashkinë e Tiranës. Ky shqetësim ka ardhur tek ne nëpërmjet administratorit të njësisë. Do ta shohim dhe meqense bëhet fjalë për një rrugë jo shumë gjatë, ne këtë mund të realizojmë shumë shpejt brenda 6 mujorit të ardhshëm. Ndërsa për sa i përket shkollës së re, ne kemi një projekt për një shkollë që është përballë Akademisë së Policisë. Për momentin kemi një ngërsh të vogël me problemin e truallit, është ai problem që e themi të gjithë. Sapo të zgjidhet, tu ka një projekt, ka një vlerë dhe ne do ta realizojmë. Po, zonjës. Përshëndetje. Unë jam banore zonës përballë xhamisë të Bardhëve, rruga Shoqëri Ishmi, pikërisht këtu te shkolla Kosova në 2018 jemi mbledhur dhe na është premtuar rikualifikim urban. Kanë kaluar 7 vite dhe jo tenderi, jo loti parë, jo ky është problemi jonë. Shiten rrobat përdorura, shiten frutan për trotuare, në mënyrë jetesa është shumë Jo loti parë, jo çfarë, dhe është bërë një loti parë dhe s'ka ardhur rradha 2. Kështu na ka thënë, me lotin e 2 do fillojnë. Po loti parë është bërë ndërkohë. Loti parë as loti 2, asgjë nuk është bërë. Si pari. Jo, nuk ka gjë. Ne jemi të rrethuar me ferra. E kuptova. Ja ta dëgjojmë pak në kryetarin. Faleminderit. Ky blok ka vite ndërkohë që vuan nga kjo situatë. Në fakt aty ka një projekt, ka dhe një vlerë të konsiderueshme. Projekti javën që vjen pritet që ta marrim oponencën nga Instituti i Ndërtimit. Projekti ishte ambicioz, po kishte disa element teknik që duheshin përmirësuar. Sepse në fakt zona aty është dhe në ndërtim e sipër, diku ndonjë banor tjetër ndërton. Më në fund kemi një projekt përfundimtar që presim oponencën nga Instituti i Ndërtimit dhe pastaj është një procedurë e vogël që kalon në Këshillin Teknik të Bashkisë, po që nuk merr fare shumë kohë. Dhe ne shumë shpejt e prokurojmë dhe më në fund aty do të kemi atë tabelën e shumë pritur që do të fillojmë punimet ka i blok. Dhe ky është një blok shumë i madh me një vlerë të konsiderueshme që së bashku me rrugën Budi, që është gjithashtu një investim i konsiderueshëm në njësinë 2 se prek një gjatësi rreth 3 kilometrash, do jenë dy nga investimet më të mëdha dhe ambicioze që do të fillojnë në njësinë 2 brenda vitit që vjen. Pas kam ardhur me këmbë të mbarur, me sa kuptova. Po tani, shqyqyr. Se kam
kam marrë me vete se i thash atyre stafit që ti nxjerrin nga dëgjesa e parë, i thash nxjerrin ca komente nga Facebooku, edhe është njëri këtu që ka shkruajt që fiks si mbledhjet e Xhaxhi Enverit poshtë komunizmi. Kuptohet që sa t'jenë këta tipa, komunizmi do vazhdoj t'jetë në pushtet, po ajo që idiot komplet, poshtë komunizmi. Ajo që qa tash i do më thonë qa i the, si i the, po qa t'i them, besoj që këto dëgjesa janë gjëja elementare që duhet bëj një forcë politike që qeverisë, dhe këto dëgjesa për shembull në Amerikë ku komunizmi nuk ka qenë ndonjëherë, zhvillohen normalisht, dhe ajo që është e re në këtë rast, për shkak se janë përfshirë të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, kemi dhe drejtuesen politike që është në të gjitha dëgjesat, është që ne po i bëjmë këto kur ka mbaruar fushata, dhe ju dini shumë mirë që me njëherë mbasi mbaruan zgjedhjet, deputetët kanë ardhur përsëri, kemi një libër me mbi 2000 problematika të konstatuar në të gjithë territorin e Bashkisë Tiranës, e kemi bërë edhe në bashkitë e tjera, dhe natyrisht që filluam të punojmë për një fushat që menduam që do zhvilloj për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, nuk ndodhi, nuk do t'i hy pse s'ndodhi, por ja ku jemi përsëri, pavarësisht se nuk kemi zgjedhje në Bashkinë e Tiranës, dhe unë nuk mendoj që kjo është poshtë komunizmi, po kjo është rrëf demokracia, se për këtë jemi dhe këtu që të flasin gjithë. Dhe pastaj ka dhe një dikush tjetër që thotë që tani këtu emrin e ka emër gruaje, po zbesoj, thotë që janë mbledhur gjithë pleqt e Partisë Socialiste. Na marrin të keqen se shive se sa vajza dhe djem ka këtu. Kjo që shkruan e ka me lumen, unë e di që e ka me lumen, po lumja si yll bote aty, as nuk ka vite, as nuk dihet sa vjeç është, as nuk dihet se si jeton, po unë di që kur e kam njoft lumen deri më sot, lumja është pa ajo, njësoj, fiks. Ragur. Kështu që ka dikush tjetër ndonjë pyetje, ndonjë shqetësim, po jepja pak djalit atje para se ta marrësh. Nuk je djalti, mua si djal mu duke nga larg, po ndoshta nga që ke flok, mu duke djal. Nuk i themi jo për ujë, se për ujën e di vetaj, po jam një qytetar shqiptar. Po shqiptar nuk diskutohet është se... Jo, nuk desha të thoshja jam i majt apo i dja, sepse buxheti është njësoj për të dyja palët. Po normal, pa tjetër. Na shërben të dyve, po kam një problem timin personal, që ka të bëjde me buxhetin e shtetit, jam pensionist. Po. Gjysmët e viteve i kam në afim. Po. Problemin e di, nuk ka nevoj të hapim atë problem. Po. Juve ju kam ndjekur shumë mirë, ku do ku shkoni në Perëndim, me intervistat, me batutat, me mesazhet që jepni, dhe jam shumë i kënaqur, dhe të falenderoj dhe jam krenar që të vije kryeministri im. Mirë po... Tani me gjithë fjalët bukura... Jo, nuk janë të bukura se... Kush e di sa të hidhur e ke vazhdimin... Se di unë që fjalët e bukura ti i merë për kritika, nuk e nga ta tipa. E ti unë që i merë nga nga tjetër ti, po kam qenë ushtarak në Gjirokastër. Kam 2 vjet që kam dalë në pension dhe shteti shqiptar më një vitet si pension pleqërie të gjitha në bazë të librezës të VKM-s së fundit. Po ne marrim dhe i pension tjetër suplement. Zyra tjetër brenda shtetit shqiptar nuk ma njeh këto vite, sepse ka mungesë dosja, thot. Dosja ka element
të vërtetësisë brenda. Libreza thot me firmë me vull që ka punuar deri në korrik 94 në filan repart, kur vetet e QPR-ja nuk ma merë parasysh, më thot mund ta ke shënuar vetë. I them o zotri, nuk jam kondra, si shto Shtevani, vete kam shënuar. Po ti bëjt e tyrën mbro shtetin atëhere, më merë policinë ushtarake të më arrestoj, dhe nga nga tjetër bë një kallëzim penal për falsifikim të dokument të punës. Dhe je këtu për të mbrojtur shtetin, bëje këtë gjë. Po as mish, as peshk nuk mund të më lësh mua. Me pension të përgjysmuar nga Greqia se marë, po se marë dhe nga shteti shqiptar. Nuk e di, a ka ndonjë nga ekipi aty që të mbajnë shëni për këtë. Dakord, pa tjetër që... Dhe më kanë detyruar, zoti Kryemi, më kanë detyruar tani të vete të pajtoj avokat që juve e keni kundërshtuar këtë ide, të hap gjyq. Kë kam kundërshtuar? Që të hapim gjyqe për vitet e punës, sepse njihen librezat. Dakord, ke tjetër apo kjo? Jo, ky është problemi. Okej. Nga 11 vjet e mora vesh tek mora. Tani besoj që i kanë vajtur zotris atje, çfarë të bëjun tani i them? Si do ta zgjidhim këtë punë? O merr masa, se ndaj ka shteti një zyrë të lëvizësh, në zyra ka 100 arkiva shteti, filloj nga Gjirokastra deri te Ministria e Mbrojtjes, dili për zot punës tani. Gaja. Unë të them jam Gjirokastrit. Okej. Edhe po i them, dili për zot punës tot edhe shteti, ose lere këtë punë i them, se si e për këtë gjëti. E qartë. Qa është ajë nën kolonela, qa është ajë? Do të vazhdojsh të flasësh apo do përgjigje? Do më falësh për atë, po desha që vetëm juve, se i thash dhe këtë, unë jam dhe nga ta që marrë kuvertën, edhe shkojt e dere kryeministrisë, i thash, po mos më bëjt, ta ullë deri këtu, i thash. Ose më fut në burë tani, i thash për falsifikim dokumentit të punës, këtu jam, në burë jam, i thash, ti përgjem mu shtetit. Ma la ashtu, as kërë më ka dhënë të tjetë. E mbarova, zoti Kryemizë, më falë. Ti, se the nga Gjiro... Se si puna ime mund të ketë shumë, daj? E qartë. Se the Gjirokastra, edhe unë të pyeta nga je ti, vetë. Jo, thash nga je ti vetë, se nuk më dukesh tamam Gjirokastrit. Më dukesh pak më nxehtë, kështu që mos je pak si nga Tepelena, po megjithatë nuk ka rëndësi, ose pastaj pa diskutim ke gruan nga Tepelena. Po do them unë diçka, pastaj do e jap Delinës tot diçka më shumë lidhur me këtë problematikën e pensioneve. Po do them diçka lidhur me pjesën e parë që the, që gjysmën e punës aktive e ke bërë në Athinë dhe gjysmën e ke bërë këtu, dhe ky është i problem i madh për të gjithë ata të cilët kanë punuar jashtë. Ata të cilët kanë punuar në Greqi në këtë rast. Sepse me shumë të drejtë, kur kthehen në Shqipëri dhe kur shohim pensionin, nuk e kam në rastin konkret se për problemin specifik ta thash do thot diçka Delina dhe do ta shikojmë konkretisht bashkarisht këtë gjë. E kam në tërësi habite dhe thonë si ka mundësi të më dali mua pensioni kaq. Mi po problemi është që pensioni aq del. Dhe një nga arsyet pse Shqipëria ka një problematik më komplekse sa vendet e tjera, më dëgjoj çka kemë atë që merresh, më dëgjoj mua këtu se po flas me ty. Një nga arsyet që Shqipëria ka problematik më komplekse dhe se vendet e tjera në rajon është pikërisht kjo, që duke qenë se shumë njerëz qysh në vitet 90 janë spostuar dhe kanë punuar jashtë, fondi ynë i pensioneve është më i dopti në gjithë rajonin, sepse nuk ka pasur kontributor ata të cilët kanë qenë në punë aktive, se në fund të ditës
ne paguajmë sot që jemi aktiv sigurime, prej të cilave fondi paguhen ata që janë pension. Dhe gjeneratat që punojnë për të siguruar kur t'ju vit dita që dalin pension, por në ndërkohë ato para i marrin ata që janë në pension. Dhe ky është një boshllëk shumë i madh, se shkollaj të flasësh, por nuk është përgjigja e duhur tek pyetja e gabuar pse ngrihen pagat e deputetëve për shembull, që në fakt ne kemi më të ulta se kudo tjetër, që t'jemi të qartë, sepse deputetët janë 140. Edhe sikur të supozojmë për një moment që po ja marrim të gjitha pagat, po e mbyllim dhe parlamentin larg qoftë, edhe po e mbledhi vetëm 3 herë në vit, ato janë një pikë ujë në oqean në raport me nevojën që është për pensionet. Kështu që në aspektin e atyre që punojnë në Greqi, ose që kanë punuar në Greqi, sfida është që vitet e tua të punës në Greqi, për sa kohë ke paguar sigurime aty, se mbase në vitet e para do kesh punuar dhe mund të kesh punuar në të zezë si shumica shqiptarëve, të mund të njihen dhe përmes njohjes pensione me Greqi. Ne këtë kemi gurin e fundit të mozaikut, sepse njohjen e pensioneve me Italinë e bëm, që ishte më e forta nga të gjitha ato që kishin bërë më parë, dhe kjo me Greqinë është e forta fare për shkak edhe se Greqia nuk është Italia në kuptimin e mundësive dhe se numri është shumë i madh. Por kemi filluar punën me Greqinë, po janë ngritur grupet që diskutojnë, edhe unë jam shpresë plot që do të arrim dhe këtë. Dhe në ndërkohë, specifikisht për rastin tënd, që mos lodhesh fare, do është një vajzë këtu që merr ato kontaktet për raste si ky, se ky është rast i komplikuar, nuk e zgjidhim dot në miting këtë, kështu që do ta trajtojmë specifikisht rastin, pa merak, ndërkohë që Delina do flasë diçka lidhur me kompleksitetin e qa ke, po ullu tani, mos rridhe në këmbë. Dakord, në rregull, disa thjeshta duken gjërat nga kur i shef vetëm nga njëra anë, kur i shef nga të dy anët, pastaj janë pak më të komplikuara, se kur i shef nga njëra anë, është si fotografi, 2D. Kur i shef, pastaj edhe nga ana tjetër bëhet 3. Shumë faleminderit. Po, juve thatë që ishte një çështje burokratike, po ne në fakt në situatën tuaj kemi pasur shumë njerëz përpara dhe për këtë arsye në mars të këtij viti të 2025-s kemi bërë një ndryshim ligjor që ka hyrë në fuqi tashmë dhe me një vetë deklarim i njohim automatikisht vitet e atyre që kanë dalë në pension përpara, që kanë punuar përpara 94-s, që besoj që është përpara juve flisni për ato vite, përpara se të iknët në emigrim. Kështu që do ta marrim emrin, do ju shpjegojmë procedurën dhe është një situatë në të cilën keni qenë shumë, se shumë prej arkivave nuk janë më, nuk kemi ku i gjejmë ato të dhëna dhe për këtë arsye kemi bërë të ndërhyrje ligjore. Kjo është për të zgjidhur një problem, po në fakt problematika pensioneve është shumë e madhe dhe kjo është arsyeja pse ne na është dashur kaq shumë kohë që t'i japim një zgjidhje të parë, e cila do kërkojë edhe një zgjidhje tjetër më vonë, pasi sa më shumë kalon koha, aq më shumë fatmirësisht mosha rritet, mosha mesatare rritet, aq më shumë jetëgjatësia rritet. Por ndërkohë, si të gjithë vendet e zhvilluara, ne jemi duke vuajtur nga smundja e mirëqenies në thonjza, që nuk lindshmëria ka rënë, njerëzit nuk lindin më shumë fëmijë dhe kjo bën që problemet demografike të na ngushtojnë mundësinë për të pasur pensione gjithmonë më të mëdha. Tani ne i dham këtë zgjidhje, pra me
kompensimin e të ardhurave me bonuset mujore që do japim nga viti i ardhshëm e në vijim, që do jenë për të gjitha kategoritë e pensioneve, përfshirë edhe pensionet e plota që tha kryeministri deri në arritjen e pensionit 40.000 lekë, pra çdo person që sot ka një pension më të ulët se 40.000 lekë dhe ka vite të plota pune, do të marrë deri në fund të mandatit do të marrë 40.000 lekë. Çdo pension që ka 15 vite pune, jeton në qytet, ka 15 vite pune dhe ka një pension më të ulët se 22.000 lekë, 220.000 lekë, do të marrë deri në arritjen e 220.000 lekëshit do të marrë në mënyrë progresive çdo vit më shumë deri në arritjen e këtij niveli. Çdo person që ka një pension rural dhe që merr një pension më të ulët se 180.000 lekë do të arrijë atë nivel deri në fund të mandatit, dhe pensionet familjare, njësoj dhe gjithashtu pensionet e invaliditetit. Edhe për pensionet sociale, që është një kategori të cilën e kemi futur ne, pra nuk kam pas marrë njerëzit që nuk kishin punuar ndonjëherë, nuk kam pas marrë asnjë të ardhur, ne me mbushjen e moshës së pensionit do të japim, pra përveç dhënies pensionit social që tashmë ata marrin një vlerë që është e vogël, dhe ata do të kenë një bonus me qëllim që ne të mund të japim një kompensim për të ardhurat. Por, siç e tha kryeministri, nuk është e thjeshtë, sepse sot ne kemi më pak njerëz që hynë në forcë pune se sa njerëz që dalin në pension. Dhe duhet të bëjmë të mundur që dhe ata që janë në punë sot, që futen në punë sot, kur t'i vi mosha pensionit të kenë një mundësi që të marrin një pension të denjë. Kjo është arsye pse reforma jonë e pensioneve nuk do ndalet me kompensimin e të ardhurave që unë sapo shpjegova, apo që është pjesë e buxhetit të vitit 2026 dhe të projekt buxhetit të 27-ës e 28-ës, por ne jemi duke krijuar një mekanizëm nëpërmjet të cilit edhe ata që do të futen në punë në vitet në vijim, të kenë një mundësi që nëpërmjet kontributeve që ato japin, të japin një pension të paguajnë për pensionin e tyre. Pra mos kemi vetëm një skem kontributive, por edhe një skem ku secili do jap një kontribut për ato që do të marrë në të ardhmen. Kjo do ta bëjë skemën më të qëndrueshme dhe kjo që do bëjë që ne të mos kemi, pra Shqipëria të mos ketë këtë problem për vite e vite me radhë. Po, ka dikush tjetër në gjë që mbeti, po jeve pak vajzës tu. Nderuar kryeministër, të nderuar të gjithë, mirëmbrëma. Unë jam Iris Xhanaj, lindur dhe rritur në këtë njësi. Nuk po hyj rrugëve se paktën aty ku banoj unë janë në rregull. Romanët thonë një thënie, të gjitha rrugët çojnë në Rom. Unë do thoja të gjitha rrugët të çojnë jo në Rom, po në Rama dhe Partia Socialiste. La. Tani, për të qëndruar te tema e buxhetimit, çfarë unë e gjej interesante janë dy. Një është në rafsh, le të themi, kombëtar, një është në çik më lart pamës dhe më afatgjat. I pari është, a ka projekte konkrete në buxhetimin e ardhshëm për strehimin e të rinjve. Dhe e dyta, ndoshta mund të jetë pak më, ndoshta mund të quhet luks, le të themi. Marr shkas nga rasti i Irlandës, që ka një zyrë në New York dhe punojnë shumë me diasporën, kryesisht diasporën ekonomike për tërheqjen e kapitalit e investimeve drejt vendit tam. A i kemi neve mundësin, apo është luks pasi një, le të themi, një zyre të thjesht ose një qëndre, ku diaspora ekonomike të shërbej si faktor, të mblidhet dhe të shërbej si katalizator presinxitës për tërheqjen e investimeve në Shqipëri. Pasi dihet që Amerika ka shumë biznese, ka shumë shqiptarë që kanë arritur dhe kanë mundësi investuese. Faleminderit. Po, faleminderit. Jo të japë përgjigjen apo mos të japë, si tua, Amer? Pikës pari duhet them që të gjitha problematikat që ka Tirana sot, me që u përmendën këtu në mënyrë të përsëritur, janë problematika të një qyteti që rritet,
dhe si thash rritet me shpejtësi. Gjë që e sfidon në mënyrë të vazhdueshme me shumë intensitet pjesën që i takon bashkisë apo që i takon edhe institucionet e tjera që janë të lidhura me të gjitha aspektet që duhen trajtuar në funksion të mirëqenies edhe të jetës komunitare. Por ajo që ka rëndësi është që mundësitë e Bashkisë Tiranës janë rritur dhe rriten në vazhdimsi. Që do thotë që kapacitetet financiare janë aty për të adresuar më shpejt dhe për të adresuar në mënyrë më të zgjeruar problematika dhe nevojat e komuniteteve. Dhe në këtë aspekt edhe kapaciteti për të adresuar nevojën për strehim të përballueshëm, pra për t'i dhënë mundësi atyre që jetojnë me punë, që kanë një pagë, që të mund të marrin shtëpi dhe të paguhen mbrapsht kredira shumë më të arsyeshme se sa ato që ofron tregu, janë. Dhe prandaj unë kam shumë besim që duke krijuar agjencinë e re që po punojmë për ta ngritur kombëtare të planifikimit dhe të strehimit dhe duke e kthyer strehimin në një prioritet të qeverisë, gjë që e kemi thënë edhe në fushatën elektorale, dhe duke krijuar një sinergji mes kësaj agjencie dhe nevojave të bashkive, dhe kuptohet që nevoja më e madhe është në bashkitë më të mëdha, në bashkitë kryesore, do të kemi mundësi të hapim një rrugë të re në aspektin e strehimit dhe të krijojmë një dinamikë ku të mund të shtojmë kapacitetin për të përgjigjur nevoja për strehim. Ne kemi filluar, është në një masë modeste, por e kemi filluar me mjekët, me mësuesit, me punonjësit e policisë, me ushtarakët, dhe do ta vazhdojmë në vijim në një volum më të madh, me formula të ndryshme ku hyn edhe bashkëpunimi me sektorin privat, ku hyn edhe financimi drejt për drejt etj. etj. Pra unë jam shumë optimist edhe për këtë pjesë. Dhe ka shumë rëndësi që të shfrytëzojmë maksimalisht çfarë mundësish na sjell rritja e vazhdueshme e ekonomisë, edhe të shfrytëzojmë maksimalisht kapacitetet që kemi krijuar dhe që krijojmë në vazhdimsi. Dhe nga ana tjetër, ne do vazhdojmë të jemi shumë këmbgulës në goditjen e fenomenit të pa tolerueshëm më të ndërtimeve jashtë lejes ndërtimit. Ka filluar një operacion në Fark, e keni parë, në drejtimin e ministrës brendshme, dhe do të vazhdoj metër për metër. Do vazhdoj metër për metër dhe çdo metër tepër, aq më tepër metra tepër të bëra nga një lloj, nuk e di çfarë ta quaj, babzie, për të shitur më shumë dhe shumë shtrenjtë në kurrizë të komunitetit dhe në kurrizë të qytetit, nuk kanë për t'i gëzuar dot ata që i kanë bërë. Ose do shëmben, si pas rastit duke i hedhur në erë fare ato vilat, ose duke
duke I shëmbur në mënyrë mekanike, ose do të merren mbrapsh dhe aty do të bëhen, jemi tani për shembull duke diskutuar sot për një vilë të madhe për ta bërë çerdhe ose kopësht. Nuk është e mundur më kjo gjë. Dhe është gjëja më normale që aty kudo ku ka mundësi, ato metra katror të merren mbrapsh edhe të kthehen në hapësira që I shfrytëzon bashkia për shërbime publike apo për zyra për institucione të qeverisë e kështu me radhë. Unë jam shumë besimplot që ky mandat me këtë fuqi që na kanë dhënë njerëzit, na keni dhënë ju, na kanë dhënë gjithë ata që na kanë votuar, do të jetë mandati që do t'i vëri vulën shumë gjërave dhe mbi të gjitha që do garantoj pakthyeshmërinë e gjithë këtyre proceseve të nisura. Duke filluar nga kuptohet kryefjala e të gjitha fjalive të tjera që është ulja e Shqipërisë në tryezën e Bashkimit Evropian si e barabartë mes të barabartëve. Për që të mos I mbetet merak. Përshëndetje zoti kryeminist. Jam Myrtëza Mimani, oficer në pension. Banoj në SAUK vjetër. Kemi problem, një radhë parë një do të falenderoj për këto pensionet për ushtarak në emër të gjithë pensionistëve. Keni bërë një punë shumë të mirë, ju falenderoj për këtë ju edhe qeverinë tuaj. Problemi dytë që kam është neve kemi problem ujin e pishëm. Jemi sidomos një grup komuniteti aty që kemi 7 muaj pa ujë. Po kam dëgjuar që është problem dhe për gjithë Tiranën. Tani kam një pyetje, si do zgjidhet ky problemi i ujit dhe çfarë parashikon buxheti? Këtë kisha. Ju falenderit. Kemë dëgjuar. Dua të them që për këtë çështje kemi ngarkuar njeriun më të ditur që ka Shqipëria për ujin, që ta dini dhe nuk bëj shaka, është reale. Edhe është këtu, hajde këtu, Flowers, hajde këtu tash. Këtë e kemi Shkodran, ka pak fjalë dhe shumë punë, ka bërë kryevepra në sektorin e ujit pishëm dhe tani ka marrë misionin që të trajtojë problematikat që duhen adresuar në ujësjellësin e Tiranës, është në një pozicion të lartë në administratë, por merret vetëm me ujin. Tani mund të thush diçka për ujin e Tiranës dhe për çfarë po bëjmë? Mos, ama tani më jetë, se je I urt, po nuk je I turpshëm, dil tu përpara. Dil përpara, dil. Atëherë përshëndetje gjithë, falni se kam pak emocione, por ashtu se që tha edhe kryeministri që Tirana zgjerohet pa fund, por kryesorja është që për sa I përket furnizimit me ujë, burimet I kena. Domethënë nuk ka se vujmë për burimet e furnizimit me ujë. Ne vujmë për një menaxhim dhe një ekspansim të gjithë linjave kryesore për sa I përket furnizimit me ujë të Tiranës. Aktualisht, zoti kryeminist dhe zonja kryetare, është që ne po mbarojmë fazën e 3 të bovidhës, zgjerimet të bovidhës që hin në mars në funksionim dhe zgjerohet me 1200 litra ujë në sekond. Normalisht duke shtu 1200 litra ujë në sekond, duke ba një menaxhim më të mirë, do mundona të ndryhim gjithkund. Problematikat janë normalisht shumë të mëdha, si në sektorin e ujësjasit apo në sektorin e kanalizimeve. Do mundona me ba më të mirën e mundshme, normalisht duke ne në terren për çdo lloj problematike dhe çdo lloj saraçeneske dhe posetet të cilat janë. Kështu që kjo do bëjmë më të mirën e mundshme. S'kam çfarë të them. Tash vet ke ardhur, s'ta kam unë fajin, unë të pash edhe thash të ta kaloj ty përgjigjen, po besoj që unë po e ndjek këtë është një projekt shumë interesant që Flowers I po drejton me një grup I xhigjerësh, edhe besoj që në një kohë të arsyeshme do mund të ta prezantojmë në totalin e vet, që ka të bëjë me unazën e presionit ujit etj, sepse për fat Tirana I ka burimet, pra nuk kemi problemin e burimeve, gjë që do ishte shumë e komplikuar,
edhe në ndërkohë edhe në aspektin e menaxhimit do të ndryshojmë shumë gjëra, siç mund ta keni dëgjuar. Ne tani po përgatisim fazën e fundit të një reforme që ka marrë shumë kohë për hir të vërtetës, por ka qenë e pashmangshme marrja e kohës për të krijuar ndërmarrjen kombëtare të ujit. Pra, siç kemi ndërmarrjet e energjisë, të gjenerimit, të transmetimit, të shpërndarjes, që sot janë të suksesshme, do të kemi edhe ndërmarrje operatori kombëtar të ujit, që do na jap mundësi ta ngrem nivelin e menaxhimit në një komplet shkallë tjetër. Dhe natyrisht që kjo do të ndjehet pastaj tek të gjithë, dhe po ashtu do të shfrytëzojmë çdo mundësi për të krijuar ndonjë partneritet strategjik me jemi duke diskutuar, jemi duke kontaktuar me kompani të mëdha europiane që kanë eksperiencë dhe që punojnë edhe në vende jashtë vendit të tyre. E njëjta gjë është përmbetjet. Juve nuk e ngritët, po e dini shumë mirë që një tjetër pasojë e drejt për drejt e rritjes është rritja e volumit të mbetjeve, gjë që ndjehet në Shqipëri shumë fort në gjitha territoret ku është rritur turizmi, por gjë që ndjehet në Tiranë shumë fort, sepse në Tiranë nuk është thjesht rritur turizmi, por është rritur numri i njësive të banimit dhe i njerëzve që banojnë dhe që konsumojnë. Dhe edhe këtu po bëjmë një reformë për të pasur një operator kombëtar që do të merret me trajtimin e mbetjeve, në ndërkohë që çështja e mbledhjes do të mbetet një çështje e bashkive dhe në këtë pikë Bashkia e Tiranës ka sfidën absolutisht më të madhe. Gjithsesi e përsëris, unë jam shumë besim plot që gjërat të gjitha po vihen në vendet e tyre në një mënyrë të tillë që gjithçka është bërë deri më sot do të konsolidohet, të tjera gjëra që nuk janë bërë dhe që duhen bërë do të bëhen, dhe pa diskutim fare në fund të këtij mandati në shumë çka, duke filluar nga ajo që thash, raporti me Europën dhe pozicioni ynë jo vetëm në kuptimin e dinjitetit dhe respektit se këtë e kemi fituar, por në kuptimin edhe formal, do t'jeti pozicion krejt i ri dhe i pa kthyshëm, gjë që do t'jetë edhe bekimi i gjithë atyre që sot janë fare të rinj ose janë fëmijë ose atyre që do lindin nesër. Shumë faleminderit për këtë dëgjes. Edhe do vi personalisht tek loti 1 dhe loti 2. Do bëhen me njëherë në të njëjtën kohë këto loti 1 dhe loti 2 tani apo ashtu? Kështu që thanë ti bënin me radhë, tani do i bëjmë binjak. Kështu që do vi edhe unë që t'jem aty. Po.